Radhë të gjata automjetësh janë krijuar këtë fundjavë në pikën kufitare të Vllatës, ku dhjetra qytetarë në qarku të Dibrës janë drejtuar në Maqedoni së Veriut për të furnizuar me naftë dhe produkte ushqimore. Sipas drejtuesve të mjeteve, arsyeja kryesore është çmimi më i ulët i naftës në shtetin Fqinj, e cila shitet rreth 60 lekë më lirë për litër dhe sipas tyre është dhe më selësore. Përveç karburantit dhe produktet ushqimore në Maqedoninë e Veriut kushtojnë më pak se në Shqipëri, çka i detyron qytetarët të kalojnë kufirin çdo fundjavë. Megjithatë, pritjet e gjata mbeten një problem i madh. Vargu i automjeteve arrin deri në 6 kilometra nga të dyja kahet, ndërsa qytetarët shprehen të pakënaqur me shërbimin në doganën shqiptare. Ata thonë se pala maqedonase punon me 4 sportele, ndërsa pala shqiptare vetëm me 2, duke krijuar vonesa të mëdha. Ka që një orë bu që rrim njëllëm këtu. Problem. Si lot ke vetëm për shtunë për djela? Ose dion shtunën erdha unë të shi edhe full është, shive dhe mrapa. Ka dhe dogana maqedonca vetëm ajo? Shumë edhe maqedonce, po kjo ka më shumë jo. Neglizhencë shumë valla. A duhet tjerë në di sportele? Po të pak të në 2 po, si ve në punë edhe i kam po si ve. Po pala maqedonce, sa sportele kishte? Sportele ka 4 pala maqedonce. Po dhe ti pas ka rrallë? Po bra, full është. Sa ka që prisin rrallë? 2 orë ka. Me pas një halë një problem, des në rrë më rrinë. Po pala maqedonce kishte rrallë? Po jo nuk ka, janë ma të lirë, punën ma më jetë. Sa sportele i likshin pala maqedonce? Ka dik ne dhjane. Po këtu ke pala Po shqiptare? ka një këne njane. Duhet jenë 4. Du t'jenë ma shumë, du t'hapë sportele ma shumë. Kjo ndodh vetëm për shtuna për djela? Jo, është do ditë kështu është. Problem është. Pse shkoni në ditë për të madhe? Po të marë nafta o ma lirë. Për të marrë naftën Po. dhe ushqime tjera. Edhe na e do tjetër me... Sa është nafta në ditë për të madhe? 1100 lekë. Këne o 1700. Qytetarët kërkojnë nga autoritetet që edhe në doganën shqiptare të hapen të paktën 4 sportele në mënyrë që pritjet disa orë që të shmangen dhe qarkullimi të kryhet normalisht.